Prurjet e shumta të lumit Vjos si pasojë e rreshjeve intensive të ditëve të fundit kanë sjellë drejt detit mbetje të ndryshme, të cilat më pas janë nxjerrë sërish në breg nga dallgët, deg pemësh, mbeturina plastike, leshterik dhe materiale të tjera inerte janë ato që deti ka kthyer mbrapsht, duke krijuar një situatë problematike përgjatë vijës bregtetare të qytetit të Vlorës. Një nga zonat më të prekura është plazhi i Zvërnecit, siç po e ndiqni edhe nga pamjet në ekran. Sasi të konsiderueshme mbeturinash kanë përfunduar në breg, duke mbuluar territorin që gjatë sezonit veror frekuentohet nga qindra pushues, si dhe banorë të zonës, të cilët e përdorin këtë hapësirë për plazh dhe rekreacion. Situata paraqitet problematike jo vetëm për shkak të ndotjes vizuale, por dhe për ndikimin që ka në mjedis. Në disa segmente të bregut, mbetjet kanë formuar grumbuj të mëdhenj, ndërkohë edhe uji i detit ka marrë një ngjyrë të turbullt si pasojë e prurjeve të shumta të lumit Vjos, që kanë sjellë me vete balë dhe materiale organike. E njëjta situatë paraqitet edhe në shëtitoren e Lungomares, një nga zonat më të frekuentuara të qytetit të Vlorës. Edhe këtu, mbeturina të shumta të ardhura nga Vjosa kanë pushtuar vijën bregtetare, duke u shpërndar përgjatë gjithë shëtitores, pamjet flasin qartë për përmasat e ndotjes. Përballë kësaj situate ka nisur aksioni për pastrimin e vijës bregtetare duke filluar nga plazhi i vjetër, edhe pse këtë të diel grupet e Bashkisë së Vlorës kanë qenë në teren gjatë gjithë ditës, duke punuar intensivisht për largimin e mbetjeve dhe rikthimin e plazheve në gjendje optimale. Puna do të vijojë dhe në ditët në vijim, pasi sasia e mbetjeve të nxjerra nga deti është e konsiderueshme dhe kërkon ndërhyrje të vazhdueshme. Nga ana tjetër, kjo situatë rikthen në vëmendje nevojën për menaxhimin më të mirë të mbetjeve përgjatë shtratit të lumit Vjos, për të shmangur përsëritjen e ndotjes së vijës bregtetare dhe dëmtimin e mjedisit detar.